Partitë politike kanë kohë deri mesnatën e sotme për të vendosur për emrat që do të fusin në listën e kandidatëve për deputet. Partia e parë që ka dorëzuar listën është Lëvizja Bashk. Lista në Tiranë udhëhiqet nga Redi Muçi, ndërsa i dyti është Arlind Qorri, kryetari i Lëvizjes Bashk. Kryeministri Edi Rama po zhvillon takime të njëpasnjëshme me drejtuesit politik në Seli, ndërkohë që është raportuar se 3 kryebashkiak kanë ndërhequr nga postet e tyre për të garuar për deputet. Bëhet fjalë për kryebashkiakun e Matit Agron Malaj, kryebashkiakun e Tepelenës Tërmet Peçi dhe kryebashkiakun e Beratit Ervin Demo. Pritet gjithashtu edhe zyrtarizimi i emrit të kryebashkiakes së Roskovecit Majlinda Bufi. Ndërsa në Partinë Demokratike ka pasur rrjedhje, deputeti Dashnor Sula ka deklaruar se kryedemokrati Sali Berisha e ka lënë jashtë listës për shkak të mbështetjes që i ka dhënë prokurorisë së posaçme dhe drejtësisë së re. Një gjë e tillë është kundërshtuar nga vetë Berisha, i cili është shprehur se ende nuk është marrë vendimi përfundimtar për emrat. Mesditën e sotme pati edhe një largim të Partisë Aleanca e Maqedonasve nga koalicioni i Partisë Demokratike. Këtë gjë Berisha e konsideroi tradhti, ndërkohë që është raportuar se Vasil Sterijovski po negocion me Partinë Socialiste.